Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por së pari dua t'ju kërkoj ndjesë që nuk arrita dot javën e kaluar. Do ju premtoj që do bëj mesazhe pothuajse çdo ditë dhe do jemi përpik në të dielën për leximin e juaj, që sot e tutje. Dhe të shohim të dashur Akrepër se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim sa radhe për ju. 9 të pasqyrës, Lokoxha, letër bukur, 3 të pasqyrës, kalorësi 4, dielli, jashmase bukur dhe 3 të spiralës. Tani kjo mund të jetë një njohje e re, një dashuri e re, mund të jetë një punë e re, mund të jetë diçka e re, por që do ta ndjeni kënaqësinë, do të ndjeni ta them atë tamani shembull, jeni parë një person që vërtet po e adhuroni, po ju pëlqen jashmase, po e bukur e gjithë kësaj nga që është reciproke, personi karshi jush është duke ju admiruar dhe kjo ndjesi të ndjenur, të ndjenjes të ndiheni më e bukur grua, apo më i bukur, më i mashkulli në botë, nga që do ju bëj personi që keni për krah. Është një gjë vërtet jashtëmase e bukur. Kam 2 treshe që do të thotë treta është bashkëtesë, do të thotë festë, do të thotë të gjitha. Para se të dalë te kjo, dua të shikoni këtë fotografi. Është flutura, transformim, është pikat, sikur pika lofti, por janë pasqyra që reflektojnë. Do thotë çdo gjë që po bëni sikur po reflekton tek ju. Një ndjesi e bukur, një ndjesi e qenit mbi çdo gjë dhe mbi çdo kënd. Dhe kush mund ta bëj këtë? Një person. Mund të jetë dhe arritje në punë, të dashur, arritje në sikur çdo gjë është duke vajtur në ashtu siç dëshironi. Tani, kjo ka të bëj jo vetëm me personin karshi. Shpeshherë mund të kemi, tani t'ju bëj një paralele, ta kuptoni çfarë dua të them. Keni patur absolutisht mundësi të visheni, të diçka bukur, të bëni një makiazh goxha të bukur dhe të ndiheni jo fort të mirë, sado që keni qenë super të veshur, super të rregulluar. Pra, bukuria, dhe kjo nuk është vetëm fjalë, po është fakt, të dashur, nuk është mendimi im, është fakt. Bukuria vjen që mbrënda. Do thotë ne si ndihemi, ashtu dhe dukemi jashtë. Do thotë gjithë kjo bukuri, gjithë kjo ndjesi është duke ardhur nga vetë ju. Dhe ai tjetri apo situatat nuk e kanë vështirë të reflektojnë mbi situatën e juaj. Nëse ne i qasemi gjërave me pozitivitet, të dashur, me pozitivitet. Dhe këtë mbani mend. Besojeni në këtë, provojeni, nuk ju kushton asnjë gjë. Nëse ne i qasemi dhe personit dhe situatës me pozitivitet, sikur do reflektoj tek ne ajo, e mira me të mirën, kështu shkon, dhe keqja me të keqen. Kur jemi keq, tërheqim në energji negative. Gjërat e këqija na ndodhin. Kur jemi bukur, sikur i stopojmë me një lloj magjie të mendjes tonë, të dashur, i stopojmë të gjitha të këqijat. Kam pasqyrë. Do thotë një lloj reflektimi, të dashur. Dhe mbi gjitha kam diellin. Siç e dini, logoja ime është dielli, ja ku është këtu. Është letra më pozitive në gjithë tarot. Tani, para se të dal aty, do të ndodh diçka, ndoshta, po do merr një iniciativë që do ju bëj të kuptoni gjëra të ndryshe, të dashur Akrepër. Pra, reflektim, gjendja juaj e mbrëmshme do reflektoj në çdo gjë, qoftë në punë, qoftë tek partneri, qoftë në çdo gjë. Është ndjesi e bukur, të ndiheni më të bukurit në botë, më të mirët në botë, më të dashurit në botë. Kjo vjen nga vetë ju. Bëjeni pra që të tërhiqni këtë energji. 3 të pasqyrës, shikojeni, mund absolutisht të i themin e qingji buti thith 2 nëna, 2 qingja, apo jo, do thotë pozitiviteti dhe mendja e juaj pozitive do thithë të tërheqë çdo gjë dhe një luan do bëj për veten. Do thotë nuk do ju hajë në atë kuptim, do thotë e mira me të mirën. Do jenë
mund të jetë tani, mund të jetë një person, mund të jetë thjesht një lajm apo një gjendje që do bëj të ndryshoni mendësinë, mund të jetë kjo një pikë nisje juaj e ndryshimit, të dashura krepër. Kjo çfarë po them është me rëndësi të madhe, që do ju bëj të shikoni gjërat ndryshe, komplet nga ajo që keni përjetuar. Unë lexoj shumë, të gjitha komentet i lexoj. Më besoni, të gjitha i lexoj. Kur shtrihem në darkë, një nga një. Dhe e keni kuptuar shpesh herë, vetëm e dërgoj një zemër. Kjo është përkrahja ime për çfarë do. Por ndonjëherë dhe zhgënjehem kur lexoj, po vuaj deri kur kështu. Më kanë shkelur, më kanë trajtuar deri kur kështu. Asnjë nuk ka faj që të trajton në atë mënyrë. Kemi vetë ne. Deri kur do qëndroni aty për të trajtuar ashtu? Deri kur do duroni ashtu për të trajtuar ashtu? Kjo është përgjigjja ime, të dashur. Unë nuk dua të ul askënd. Janë rrethanat dhe mundësitë që kemi, por mundësitë krijohen nga vetë ne. Mos harroni, të dashura krepër, po kthehem prapë tek ajo. Si shikojmë ne gjërat? Shikoj këtu, si keni qenë më shumë. Oh, sa bukur e ka ajo. Sa mirë ka ai. Sa suksesin e ka patur ajo. Suksesi është në dorën tonë. Pse ka më shumë dikush tjetër dhe neje jemi pa fat, nuk është e vërtet. Zoti na do më pak apo më shumë. Ata që kanë, jo, janë zgjedhjet tona. Piknisja, pikvështrimi, këndvështrimi, besimi, qasja jon. Kjo e bën diferencën. Dhe këtë mbani mend. Ja ku është dielli, të dashur. Martesa, që po e them të parën, të fundit të parën, martesa, gëzim, lumturi, harmoni, fat, bollëk, mirëqenie dhe të gjitha. Dhe hapje sysh, hapje të zemrës, të shikoni dhe të reflektoni gjërat në atë këndvështrim që të kthehen tek ju. Do thotë, shikojini gjërat, qasjuni gjërave, ashtu siç do dëshironi t'i keni ju vetë. Treta spirales është rezultati. Ato çfarë miellim, ato korrim, të dashur. Absolutisht. Tretë spirales, ndryshe tretë shkopive, është mbjellja e farave. Absolutisht do vi kohë të korren. Do thotë, qasuni pozitivisht çdo gjëje. Ju keni filluar, shikoj, ti ndryshoni mënyrën e mendimit, qasjes, si po veproni, si po mendoni. Dhe kjo është ndoshta piknisja e saj, që do ndryshoj komplet rrugtimin e juaj. Dhe besoni, çdo mbjellje, asnjë farë nuk do ju shkojë huq.